أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahut dhe Xheleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij fale dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vullës së pejgamberis, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pason rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Respektuar vëllezër besimtar, gjendemi sot në xhuman e fundit të këtij Ramazani, ku inshallah do të mundohem që të them disa fjalë rreth temës pasojat nga mosdhënia e zekatit. Duke marrë parasysh se zekati përmendet në Kur'anin famëlar dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shtylla e tretë e Islamit. Përmendet edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'anin famëlar zekati përmendet në 70 vende. Me namazin, zekati bashkarisht përmendet në 32 vende. Zekati u bë farz në vitin e 2 Hijri. Nëse namazi është pastrim i egos ton dhe dëlirësi e shpirtit, zekati është pastrim i pasurisë dhe dëlirësi për fitimin. Pa humbur kohë, do të shkojmë ta përmendmi ajetin kuranor në të cilën Allahu Dhul Xhelal në surën Taube, ajetin 103, na drejtohet dhe thot: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alejhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Merr nga pasuria e tyre sadaka, lëmosh, me cilën sadaka, lëmosh, ti pastrosh ata dhe t'ja urritësh veprat e mira. Lutu për ta, sepse lutja jote është vërtet qetësim për ata, e Allahu Xheleshanuhu dëgjon e sheh. Allahu Dhul Xhelal e ka bën namazin dhe zekatin manifestim besimit të imanit dhe argument për vërtetësinë e këtij imani, këtij besimi, është në surën Taube ajetin 11, ku Allahu Xheleshanuhu thot: Fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu z-zakata wa ikhwanukum fi d-din. Megjithatë, nëse ata pendohen, falin namazin, japin zekatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Nga kjo ajet kuranor kuptohet se kush tregohet i pakujdesshëm, neglizhent në faljen e namazit, në dhënien e zekatit, nuk mund quhet vëlla musliman. Nuk mund t'jetë në mesin e besimtarëve. Zekati është farz, sipas fesë islame. Kush nuk e jep zekatin, ai është gjunaqtar i madh. Mirë, po kush e mohon, ai del pi fesë muzallah. Si e mohon? E mohëm shpesh herë pa vedi, ndoshta, por do t'ja vënë menën. Se sa kur gjon. Që kjo fjala sa kur gjon mund t'na largohet pi fesë islame.
Edhe për namazin me thonë sa kur gjon, edhe se sa kur gjon namaz. Edhe për Ramazanin më tek dikuj, ama se sa kur gjon. Që kjo fjala sa kur gjon, 40 vet ki dinu, 40 vet i fal, 40 vet ki dhon zekat, i kon në haç, i gjeke, shkull. Andaj vëllezër të ndershëm besimtar, ne duhet jemi të kujdesshëm edhe në fjalët e tona, edhe në gjuhët tona. Nuk duhet jemi nga ata të cilët vetëm se ta thojmë një fjalë, sidomos sot, në kohën në të cilën po jetojmë. Shoh në rrjetet sociale, komentojnë, shahan, Ramazan, se apo fitra që kaq. S'e di pse ninojnë ato njerëz. Nuk e di ato njerëz a kanë pik imani. Parashtroj pyetja, a kanë pik imani. Nuk mund, besimtari nuk ka i tillë, o vëllezër. Se tu ka dhënë mundësia, tash rrjetet sociale, për fat keq, po keq përdoren, ato janë shumë të mira më u përdor për të mirë. Mirë po, ju dha mundësia, kemi pas bagje njerëzi, hajde mos i ranoj shumë, njerëzi që i ka ditë vetëm shtëpia e vetë se nuk janë për me dalë jashtë. Tash kanë dalë jashtë ato. Ajtë shet fe. Ajtë kallëzun se çka është farzi, çka vaxhipi, çka suneti, a një harf të Kuranit nuk e din. Një harf të Kuranit nuk e din. Andaj vëllezër të ndershëm besimtar, kujdes sepse e gjegim ahiretin tonë. Kur kujt dëm nuk i bojmë, vetëm vetit tonë i bojmë dëm. Tek vorri, unë vetë kam i shku. Në fakt kanë me mëcu, edhe ti vetë kanë me mëcu. Kërkan as babën, as nënën, as e vladin, kërkan nuk e merë me veti. Ati nuk mundesh me komentu rrjetet sociale. Se tu ka dhënë kjo mundësi, kujdes, këtë apelja ja për i nisë, pasi që edhe incizohet, qëllimisht e thonë këtë fjallë. Nga ajetët që i ceka vëllezër të ndershëm besimtar, dhe shumë ajetët tjera ku Allahu xhaleshanu na thotë: "Wa aqimis salah wa atuz zakat." Falni namazin, jepni zekatin. Kuptojmë se ka rëndësi të madhe. Mirë po, zekati vëllezër të ndershëm besimtar është përgjegjësi dhe detyrë ligjore e shtetit islam, e cila ka për detyrë me mbledh zekatin, me sistemu zekatin, me u kujdes maksimalisht që të dha pa atyre që e meritojnë, atyre që Allahu xhaleshanuhu ka urdhnu, janë 8 kategori ku ka urdhnu Allahu xhaleshanuhu tipet. Mirë po për fat keq, ne s'kemi shtet islam, qeverit që e quajnë veten muslimane, sikur se ta kishin vlerësu, sikur se t'ishin kujdes, si duhet për zekatin, do të kishmi shumë fitime halal, nuk do të kishmi pas nevoj, na vendosin lloj-lloj takse, pa drejta dhe detyrime të panevojshme. Këtë mënyrë nëpërmjet zekatit do të ringjallshim një fars të cilin e kemi borx karshi Allahu xhaleshanuhu. Mirë po, në këtë rast që jemi ne, a duhet t'jemi nga ata të cilët s'na intereson, s'ka shtet islam, s'kemi shtet islam, edhe të ri mamësh. Jo, secili prej nesh duhet ta ringjall këtë adhurim, këtë ibadet vetë. Nuk i shtet, s'ta lip shteti, e kam fjallën për shteti islam, mos keq kuptona, duhet dhënë drejtën Allahu xhaleshanuhu, e cila është përcaktu për krijesat e tij. Secili prej nesh, besimtar dhe besimtare, i cili tregohet i pakujdesshëm, neglizhent ndaj këtij farzi, do të mbarte mëkatin e tij mbi qafë dhe shpërblimin nga Allahu xhaleshanuhu në ditën e Kiametit. Kështu e kishin kuptu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zekatin. Duke fillu prej te Ebu Bekri, i cili u shpalli luftë atyre që nuk dëshironin ta jepnin zekatin. Më thonë, nuk jemi në të parë që s'dojnë me dhanë.
Më thonë qish në kohën, kur ndroj jetë pejgamberi alayhis salam, u paraqit ki fenomen. Atëherë, Ebu Bekri, pasi që u shpalli luftë, gjithë atyre që nuk dëshironin ta jepnin zekatin, shokët e tij që ishin përreth ja miratun, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata i cilësoj me fjalët murtedin, renegat, tradhtar të fesë. Nëse i shikojmë dhe i shfletojmë autorët e 6 librave bazë të hadithit, shënojnë se Ebu Hurajra radiallahu anhu ka thënë, kur ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa nga besimtarët e asaj kohe mohun atë që e mohun. E Omeri radiallahu anhu ju drejtua Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe ju tha, si kimi u shpall luft njerëzve, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kam thënë, jam i urdhnuar të luftoj njerëzit derisa e thënë fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhaleshanuhu dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i tij. E kush e thot këtë fjalë, e ka të mbrojtme pasurinë e tij, jetën e tij. Ndërsa ai që nuk e ka thënë me sinqeritet këtë fjalë, llogarin do ta ketë para Allahut xhelle xhelaluhu. Transmeton Imam Buhariu, Imam Muslimi dhe Imam Hibani dhe Imam Ahmedi. Ebu Bekri radiallahu anhu i u drejtu Omerit radiallahu anhu dhe ju përgjigj, betohem në Allahun xhaleshanuhu, vallahi, se do ta luftoj atë që bën dallim mes namazit dhe zekatit si detyrë. Dijeni se zekati është detyrim, farz dhe e drejtë e pasurisë. Vallahi, betohem në Allahun, nëse nuk më japin qoftë edhe një kapistër, litar, tërkus që e përdormi ne, që ja ka dhënë më përpara pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë kam me luftu ata. E Omeri radiallahu anhu ju drejtu Ebu Bekrit, i cili pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u zgjodh udhëheqës i muslimanëve, halife i muslimanëve. Omeri ju drejtu dhe i tha, vallahi, unë e kuptova që Allahu xhaleshanuhu të ka frymzu ti Ebu Bekër për t'i luftu ata, dhe u binda se kjo është e vërteta. Sipas një transmetimi tjetër, në vend fjalës litar, thuhet se ka qenë një kec femër e cila hala se ka mush një vjet. Nëse ja ka dhënë ata pejgamberit, edhe në kohën e Ebu Bekrit e mshef nuk e, edhe ata thot, Ebu Bekri do të detyrohem që ta luftoj. Ndërka që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na përmend në disa hadithe dhe e shpjegon pasojat e atij i cili nuk e kryen këtë obligim. Mesin e tyre e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Nesaiu, ku i dërguari Allahu xhaleshanuhu ka thënë, çdo kush që nuk e jep zekatin e pasurisë në ditën e gjykimit, ajo pasuri do të shndrohet me një gjarë për zjarrt, me cilin do të digjet balli, krahrori, kurizi i tij. Ajo ditë është 50.000 vjet. Ky dënim do të vazhdojë derisa të fillojë dita e gjykimit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot, mirë për pasuri, pasanikët, mirë për ata të cilët kanë pasuri, se çka kanë me vujt në ditën e kiametit për shkak të fukarave. Fukarat atë ditë do drejtohen tek Allahu xhaleshanuhu dhe do thonë, o Zoti im, të na kanë bërë padrejtësi në të drejtën tonë nga pasuria e pasanikëve. E Allahu xhaleshanuhu do të thotë, betohem në krenarin time dhe madhërin time. Ju do t'ju ofroj derisa ata
do t'i largoj. Fukarat do t'i ofroje, ndërsa pasunik ditën e Kiametit, të cilët nuk e kanë kryer zekatin. Kuptojmë jo ata të cilët e kanë kryer këtë obligim dhe Allahu xhaleshanu. Jabir ibn Abdullahu radiallahu anhu përcjell një hadith të Ebu Hurejrës radiallahu anhu, i cili ka thënë, çdo person i cili nuk e jep zekatin e pasurisë së tij në ditën e gjykimit, ajo do t'i bëhet xharr për helmus, i cili do ta ndjekë nga do që të kthehet, e atij do t'i drejtohet, do t'i thuhet, kjo është pasuria yte për të cilën ti në dunja u bëjshe kopras, u bëjshe neqez, u bëjshe dorështrëngut. Kur e sheh se nuk ka çfarë bëje, atëherë e fut dorën e tij në gojë dhe e gëlltit ashtu siç bën demi. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Ky ndëshkim, vëllezër të ndershëm besimtar, është përcaktuar për ata të cilët nuk e japin zekatin, pasi zekati është sistem bazë i projekteve dobipruse, është mbështetësi i punëve të dobishme dhe ndikon në orientimin e drejtë të lakmisë, e stërvit besimtarin që të jetë bujar, e përgatit besimtarin, e ushtron besimtarin që të jetë i matur dhe e kultivon dashurinë në zemrat mes njerëzve, i fton shpirtat për t'u afru dhe e zhduk zemrimin, e zhduk zilin, fton për bashkëpunim dhe bashkërendim në punë të mira, lufton dhe shkull rënjet e liksive, lufton me të madhe korrupsionin, shun zjarmin e revolucioneve dhe trazirave. Kushdo që bën mirë, ajo do t'i kthehet dhe kush bën keq, s'do mend se do të ketë llogari para Allahu xhaleshanuhu. Vëllezër të ndershëm besimtar, s'do mend se zekati është një e drejtë e cila përmendet se kujt takon. Janë 8 kategori që i përmend Allahu dhul xhelal në Kur'anin famëlar. Kategori të cilat meritojnë u takon zekati. Çdo mend se nisabin e zekatit për me u bë farz zekati, fillimisht janë 2 kushte, vëllezër të ndershëm besimtar. E para, pasuria duhet të jetë 1 vjet. E dyta, quhet nisab, sasia për me të bë farz zekati. Gjithë ju që jeni të interesuar, tash mos ja u marr kohën me këtë, në lidhje me nisabin e zekatit, prej fillimit të Ramazanit. Këtë pjesën që e kanë llogarit, se sa në takon zekati e kanë vendos të tabla para hyrjes së xhamis. Përsëri do ta vendosi atje. Por vetëm një shembull do ta bi, pastaj ju çka do që keni, rreth zekatit drejtohuni, atë çka muj me ditë, ja u shpjegoj, atë çka se di vesh e dhone, sepse është çështje farz, jo vëllezër të ndershëm besimtar. Është çështje obligimi ndaj Zotit. Zekati jepet në altan, ari, 2.5. Për mu bo farz, 91.6 gram du të mi pasën për mu bo farz zekati. Pastaj jepet në argjend zekati. Në argjend 700 gram 2.5. Jepet në valutat monetare. Nisabi zekatit, gjithashtu edhe për valutat e ndryshme monetare, përfitohet nga nisabi, sasia e arit. 91.6 herë 141, 12.953 euro, kush i ka brenda vitit duhet t'jape zekat. Kjo është për si vjet, në mot nuk e dim, vitin e kalu më pak ka qenë. Sikurse rritet inflacioni, ashtu rritet edhe çështja e nisabit. Pastaj janë kategoritë e zekatit në bakti,
Në baktit e vogla, në baktit e mdoja, po si dukut me baktit i kemi lapu, të kërkush mos kemi, e kështu që s'ka nevoj hiç me shpjegu këtë pjesë. Bashkarisht e lusim Allahun xhaleshanu që kemi nga ata të cilët e kryjnë këtë obligim ndaj Allahut xhaleshanu. Ditët që na kanë mbetur vëllezër të ndershëm besimtar. E di që ndoshta jemi lodh, e di që ndoshta pak në ka shlu takati, e di që pak jemi mërzit, e di që pak duket sikurse jemi molis, ta përdori kështu popullorçe. Por të zgjohemi o vëllezër, zgjohemi. E kam përmend edhe viteve të kaluara. Ramazanin ne duhet ta kuptojmë sikurse ai sportisti i cili ngan, me kilometra ngan. Ai nuk gjutet kilometrat e para ti bëj shpejt. Ai e di misionin se ku do të më shku dhe na e di misionin ku do të më shku. Ne e dim se këtë punë e bojmë për xhennet. Ne e dim se këtë angazhim e bojmë për me fitu xhennetin, për me na u fal gjunahun. Andaj mos ta neglizhojmë vetveten. Një fenomen për të cilën duhet të flas, për fat keq, do t'ja marr 2 minuta. Një pjesë bukur e madhe kanë filluar ta falin namazin e natës. S'ka të keqi këtu. Allah i kabul, Allah i makbul. Mirë po e shoh dalin për teravije. Tash, nëse e leti teravijën edhe fal namaz natë këtu, nuk ka rregull me ti diçka. Fale teravije. 20 rekat s'pon falen, e po. Si po të falin namaz natë ti? Nuk është në rregull kjo, vëllezër të ndershëm besimtar. Ose ka të tillë namazin i yacis se fal namaz natë që këtë fal, se shumë se vapa namazin natë. Farzi ka për parësi. Farzi ka për parësi, sunneti ka për parësi. Vaxhibi ka për parësi. Nafilja vjen mas. Nafilet vijnë mas. Kështu na rinditja o vëllezër të ndershëm besimtar. Këtë va thon nga thellësia e zemrave vëllezër. Kuptojni si cili vllai juve që s'do me vëpa keq o vëllezër të ndershëm besimtar. Nuk është fenomen i mirë kjo, tash ti ngatrojmë senet. Falnu, ditë e natë falnu. Gjithë natën e lumë falnu, lirisht. Nuk ka të keqe, për të falmës nuk ka të keqe. Mirë po, bëjnë renditjen. Duhet kuptohet farzi, duhet kuptohet vaxhibi, duhet kuptohet sunneti, po duhet kuptohet edhe nafilja. I kam edhe 2 njoftime dhe do e përfundojmë. Nesër e shtunë 14 shkurt pas namazit drekës për gjinin femnore tek xhamia Leda do të ketë program fetar. I informojni gjinin femnore, le të shkojnë dhe inshallah Allahu xhaleshanu është razi. Kurse me datën 16 e han, pas namazit të iqindis, do të ketë program fetar tek xhamia e vjetër, ose tek xhamia qendrore si e kanë emërtuar. Inshallah, Allahu xhaleshanu është razi. Walhamdulillahi rabbil الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر